Bllokimi që është bërë autoritetit të mediave audiovizive në kompetenca dhe procedurat e saj, shpesh edhe politikisht, ka bërë që procesi për kalimin në rrjetet numerike të jetë i vonuar. Për këtë kryetaria e AMA-s Endira Bushati ka thirrur në një tryez grupet e interesit, pasi mbetet rreth një vit nga plotësimi i këtij angazhimi ndërkombëtar. Bushati ka kërkuar bashkëpunimin e të gjithë aktorëve për të dalë nga ky ngërç dhe për këtë ka propozuar edhe disa masa që duhet të merren. Për te kalimin e kësaj situate është e domosdoshme marrja një sër masave të menjëhershme, si 1. Reaktivizimi i Komitetit Ndërministror si organ koordinues për drejtimin e gjithë procesit, një komitet që siç e thash, me aktet në fuqi kryesohet nga zonja Milena Hariton. 2. Plotësimi i 3 vendeve vakante në AMA për garantimin e pavarësisë, balancimit dhe funksionimit efikas të autoritetit rregullator. 3. Hapja e procesit licencimit të rrjeteve numerike kombëtare private dhe e fundit ndërtimi i përshpejtuar i 2 rrjeteve numerike të radio-televizionit publik shqiptar. Kreu i Komisionit të Medias kërkoi nga qeveria dhe mazhoranca të shpreh qëndrimin e saj për këtë vonesë në kalimin në rrjetet numerike. Me që nuk kemi kohë, do ishte mirë zonja Bushati dhe zotrinja antar të Këshillit që të filloni për nes. Pa u shqetësuar nga gjërat që nuk ndihmojnë, siç janë sulmet e vazhdueshme të mazhorancës ndaj AMA-s, siç janë përpjekjet anekdotike me amendamente për të shkarkuar dhe për të ndruar sipas preferencave partijake mediatike krerët e AMA-s, apo për të duke arritur një nivel edhe më të ulët, pahishëm për kuvendin, duke falsifikuar letrat e shërbimit monitorimit për të gënjur lidhur me mandatet e drejtuesve të AMA-s. Zonja Bushati ka shprehur keqardhjen për mospraninë e ministres Hariton në tryez, ndërsa shefi i kabinetit të saj ju përgjigj duke thënë se nuk ishte e pranishme për shkak të agjendës dhe ky nuk është një refuzim.